Krahina e Mokrës ka mbledhur sërish banorët e saj, por dhe shumë prej atyre që ndër vite janë larguar nga vendlindja. Festa e Mokrës në edicionin e saj të 7 ka sjellë një atmosferë festive, banor nga 34 fshatrat e Mokrës së sipërme dhe të poshtme, por edhe mokrar të ardhur nga qytete të ndryshme të Shqipërisë e jashtë vendit. Këngët, vallet, gatimet tradicionale dhe historia e Krahinës kanë qenë në qendër të kësaj feste, e cila synon të ruajë traditat dhe të mbajë të lidhur komunitetin e Mokrës, pavarësisht largësisë. Ditë që në gusht ne bëjmë festën e Mokrës, edhe kjo jo pa qëllim, sepse kjo krahinë e meriton për shkak të vetë njerëzve të mirë të mrekullueshëm që ka, por edhe historisë që ajo përshmon. Siç e shikoni, mokrarët e festojnë këtë ditë, po nuk janë vetëm mokrarët, po kemi nga gjithë zona, edhe nga Gora, edhe nga Opari, që duan të jenë pjesë e festës së tyre. Unë zakonisht në Mokrë e kam vetë në konsiderat sepse kam dëshirë që edhe Mokrat të zhvillohet ashtu si zonat e tjera. Në zonën e Proptishtit kemi bërë disa investime të rëndësishme, priten të bëhen dhe 2-3 investime, që siç është rruga e Slatinës, edhe rruga e Bëririt, është tenderuar dhe lidhja rrugë e Letovës, e cila fillon pas pak ditësh që lidh 2 rrotokale, ndërkohë që edhe për Mokrën e sipërme, pavarësisht se kemi mbaruar atë me rrugë të bardha, ne do vazhdojmë të bëjmë përpjekjet për të hedhur një shtresë me asfalt, dhe besoj që kjo festë përçon gjitha vlerat historike, patriotike, po edhe të bukura që ka krahina e Mokrës. Ju uroj të gjithë dhe gëzuar. Për mokrarët, kjo festë është dhe një mundësi për të rikthyer te vendlindja dhe për të takuar njerëzit me të cilën ndajnë kujtime, tradita dhe histori. Këngëtari Avni Lushka thotë se në këtë ditë janë rikthyer edhe shumë prej atyre që jetojnë larg Mokrës, në qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe jashtë vendit. Shumë i gëzuar dhe shumë i kënaqur për pjesëmarrjen dhe mënyrën e organizimit dhe vendin ideal që ka gjetur Bashkia e Pogradecit për këtë gjithë zonë që janë 34 fshatra, Mokrë e sipër e Mokrë e poshtme. Mokrarët janë të këngës, janë të muhabetit, janë të mikpritjes, janë të dyvekut. Sot o shkoa për qef e për këngë bëjnë këngë. E shkoa për luftë të fshin dyvekut për luftë. Banorët e zonës, nëse flasin për mbështetjen nga shteti, gjithmonë vetëm rrugët. Nëse rrugët do ishin bërë deri lart në Mokrë, në tutje, nuk do të kishte shumë dyndje Pogradec. Zemra të bëhet mal, është kënaqësi që të takosh nga të gjitha fshatrat, kanë ardhur që nga Delvina, njerëz nga Mokra që kanë ikur dhe kanë ardhur sot këtu, mund të jenë mbi 25 veta, pa llogaritur Tiranë, Durrës, kush ka ikur, kush ka patur mundësit, sot ndodhet këtu me ne. Përtej festës dhe atmosferës festive, Mokra mbart një histori të gjatë dhe një kontribut të rëndësishëm në jetën shoqërore dhe kulturore të vendit. Një prej banorëve të Krahinës thekson se identiteti i Mokrës nuk lidhet vetëm me trimërinë së kaluarës, por edhe me njerëzit të arsimuar dhe personalitetet që kanë nxjerrë ndër vite. Mokra, po të hymë në histori, nuk dalim dot. Për të ardhur deri te e sotmja ku Mokra në çdo fushë ka dhënë kontributin e saj. Shpeshherë mua nuk më vjen mirë që ajo trajtohet vetëm për trimërinë e dikurshme. Mokra ka qenë edhe e mençur. Dhe unë mund të përmend personalitete të shquara që nga fillimi i shtetit shqiptar, me deputet të Mokrës, si Banuç Hamdiu nga Slabinja, dhe pastaj për të përmendur personalitete të shquara në fusha të ndryshme, pedagogët të ndryshëm në Universitetin e Tiranës, si profesori Isa Gorica, në Universitetin e Kamzës, si Nefail Biba, dhe shumë të tjerë. Kjo festë ju mbledh apo jo? Ju mbledh gjithë mokrarëve? Pa dyshim, dhe kjo është me mira që na mbledh pa dallim partijake, pa dallime mënyre të menduarit të fesë e tjera. Ne jemi mokrarë. Dhe kjo na bashkë. Kanë ardhur nga jashtë njerëz sot? Ka shumë. Bile unë sot kam ardhur me njerin nga Amerika, që është në Amerikë dhe erdhi sot këtu.
Në festën e Mokrës nuk kanë munguar as gatime tradicionale. Amvisat e zonës kanë sjellë në tryez recetat e trashëguara brez pas brezi, duke përdorur produkte të zonës dhe mënyra tradicionale gatimi. Kulaçi lakrori me dy peta, gatimet me hithra e presh dhe produktet e bulmetit kanë qenë pjesë e sofrës së festës. Janë edhe nuse edhe vajzë në Mokrë. Që po bën kulaçi, po bën lakrori. Çfarë karakteristike të zona? Ka kulacin, ka lakrori me dy peta, me hithra, me presh, sipas dëshirave të klientëve. Edhe kulaçi bëhet me djath, me kos, edhe e zën brumin e pikën në moment. Edhe me saçe edhe me sot bukori, po me saçe tradicionale më shumë në zona jonë. Pse ka shumë mira gjërat e Mokrës? Po tani ne mundohemi si më mirë se është zona e kanë qenë të parë, pastaj jemi ka zhgënjëve, brezat e tjerë. Të gjitha prodhimet janë Të zonës, edhe djathi, edhe gjalpi, kosi, të gjitha të zonës. Edhe millën e kemi, millë për vendi, nga grur të blojtër kemi marrë, jo të blerë, është grur i blojtër, kemi marrë në fabrikë. Edhe ndjemi shumë mirë dhe ndjemi shumë të gëzuar se edhe ja vlenë kur gatuem, jemi dhe të çlodhur. Po, kanë ardhur. Dhe jemi në fondacion edhe Gjermanët shumë edhe Gjermanët zonës tonë të gatuar. Po, unë vajzat e mia i ka mësuar, edhe byrek, edhe kulaç, edhe baklava i ka mësuar, edhe mbesave mundohen të mësuar. Sofra tradicionale është një tjetër element që bashkon mokrarët. Sipas banorëve, festa është një traditë që vijon prej vitesh dhe që sjell në një vend njerëzit të shpërndarë në qytete të ndryshme dhe në vende të botës. Ne kena traditë. Vazhdon kjo traditë tani? Vit për vit ka qenë përpara në kohën e sistemit të atëherë dhe prapë vazhdon. Kjo nga viti në vit. Mokra ka çdo gjë të mirë. Ka natyrën, ka mishin, ka djathin, gjalpin, ka çdo gjë. Po janë të ndara që burrat kanë ato të vetën, ka rakinë e mezet, gratë kanë gatimet. Për çfarë njihet tjetër zona? Po zona njët ka çdo gjë. Raki, çfarë lloj raki? Raki kumble, raki rusi kanë, verën e kanë. Bona fera dhe e kanë, ka çdo gjë Mokra. Është një kënaqësi e madhe që i mbledh njerëzit ka dorë ku janë në tërë botën i mbledh. Kjo ditë. Festa e Mokrës tashmë në edicionin e 27 është rikthyer në një pikë takim për banorët dhe emigrantët e kësaj kulture. Një ditë ku tradita, historia, kënga, gatimet dhe mikpritja mokrare bashkojnë breza të ndryshëm, duke mbajtur gjallë lidhjen me vendindjen.